me tregu drejtën se unë e kom qef me fol vetëm drejt, për mua është nder shumë i madh me lujt për Kastrioti, një qytet që është me të vërtet e ka lindur handballin, gjithmonë kam pasur kënaqësi dhe pëlqem të vi të luj për këtë klub, sepse ky klub me të vërtet i meriton gjitha asetet që i posedon. Gjithashtu, kur kam qenë pjesë e klubit Xhegra, aty jam rrit, siç dihet, aty kam marrë hapat e parë. Pastaj kam shku pak në Zvicër, aty kam luajtur rreth 11 muaj. Pastaj u ktheva këtu dhe vazhdova klubin e Ravecit për rreth 4 vite 5. Tregu një veçori të kësaj, para një vite, kur e kem pas për titull kampion, nëse nuk gaboj, ose për kupë të Kosovës, unë isha pjesë e Ravecit. Dhe kemi luajtur kundër Ferizajt. Dhe na fituam, u shpallëm kampion, por me publikën e patëm një tension pak si të veçantë. Po, duke ja nisa, ata më kuptuan që kjo është pjesë e lojës, pjesë e ekipit. Dhe ja kam thonë një fjalë që e mbaj mend, ku ka ta thonë, mos u çuditni se bova ki 10 dita që bona pjesë e klubit Kastriotit dhe që ka ndodhur kështu, jemi duke i gëzuar trofet, u shpallëm Kupën e Kosovës, e fituam me plot merit dhe ja dalëm. Në punën që jena këtu e bo, që është duke e bo trajneri, që është duke e bo kryesia për neve, me të vërtet ja vlen ose e meritojnë mos me dërgu Kastriotin tek loja ata. Edhe pse për publik kishte me qenë Zlista vetë më ka shkru lene lojën e 5, po motivi jonë. Na domethënë kena me shku në Ravec ma të relaksum, sepse e dimi që jemi në avantazh 2-1 prej fituarët, dhe besoj që atje na pret një lojë mjaft e fortë, se siç di ka Raveci ka mjaft lojtarë të mirë, po na jena mund të thonë që jena më të përgatitur dhe më të mirë fizikisht dhe besoj që do të arrijmë me fitoren e 4 do shpallëm në kampion.